Si pasojë e rritjes së temperaturave dhe ndikimit të rrezeve të diellit në shpatin malor, është riaktivizuar rënja urtekeve në zonën e tuneleve panoramike në qafthore, duke bllokuar segmentin rrugor rreth kilometrit të 5. Lajmi është bërë i ditur nga kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci përmes një postimi në rrjetet sociale. Sipas tij, aktualisht ndërhyrja për pastrimin e borës paraqitet e rrezikshme për shkak të paqëndrueshmërisë së masës së borës në shpatin malor. Për këtë arsye është urdhëruar ndërprerja çdo përpjekje për largimin e urtekeve deri në stabilizimin e situatës. Duke vlerësuar nivelin e lartë të rrezikshmërisë, autoritetet kanë vendosur ndërprerjen e qarkullimit në qafthore për të gjitha llojet e automjeteve deri në një njoftim të dytë. Strukturat përgjegjëse ndollen në monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe do të informojnë qytetarët për çdo zhvillim të mëtejshëm. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve dhe qytetarëve të shmangin lëvizjet në këtë aks dhe të respektojnë udhëzimet e lëna në funksion të sigurisë së tyre.